Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jam përsëri me ju dhe më duhet të rikthehem në lajmin e ditës së djeshme. Unë ditën e djeshme fola për Xhenetën, për Gjestin dhe për një këngë e cila erdhi nga Adri dhe Iliriana, dy ish banor të Big Brother VIP Kosovës. Kënga Haram që sot të plota gëzon 1 milion klikime brenda 24 orësh. Do të thënë shqiptarët kanë bërë namin, kanë bërë goditje të madhe nëpër YouTube, sepse në këtë këngë, në një pjesë të këngës, siç thuhet, u shfaq Gjesti, pas një perdes të bardhë dhe një dritës që binte në perde, dhe në një pjesë tjetër u shfaq një majice e zezë mbi të cilën qante Xheneta dhe u tha që është majica e Gjestit. Unë dje fola këtë gjën dhe unë e thash që në situatën në të cilën është Gjesti dhe në periudhën që Gjesti ka kaluar, do t'ishte jashtë normales që Adri dhe Iliriana, njëkohësisht edhe Xheneta në këtë rast, por Adri dhe Iliriana, duke e njohur se çfarë njerëz janë, të përdornin një personazh për interesin e tyre. Kjo nuk është as pak, domethënë, e vërtet, që Adri dhe Iliriana kanë përdorur Gjestin për të arritur klikimet, jo. Nëse Xheneta e ka përdorur një maicë me të cilën shqiptarët kanë marrë fotografinë e Gjestit me ruza në kokë që e ka, dhe janë bazuar te kjo maica, nuk ma merr mendja që edhe Xheneta është kaq e cekur për klikime. Por pyetja e të gjithë njerëzve është pse nuk ka reagim nga ana e Xhenetës apo nga ana e artistëve. Tani, në videon që unë nxora atje që ka shkuar mbi 100.000, ka komente të ndryshme, për shembull njëra thot kështu: po përfitojnë këta të tre në kurisë të Gjestit. Shumë e ulët kjo në këtë situatë, tani pse nuk e lidh ti e vërteta kështu është sepse janë munduar me shumë detaje t'i hedhin syve publiku, t'i hedhin hy. Do me thënë publiku mendon që Xheneta me kastile bën këtë gjën. Më pas është kështu: është Egli, ja pra Gjesti kryefjala e të gjithëve. Shqyr që e pas këtë kuptu që s'është Gjesti në klip, kur Gjesti s'merret me këto, do me thënë. Më pas është tjetra: pse more njerëz nuk e leni Xhenetën rahat, po mirni me ta, lene me jetu jetën si të donë. Çdo send që ban Xheneta e lidhni me Gjestin. Më pas është kjo tjetra: Gjesti Xheneta forever. Kemi më pas, po xhirimet si janë bërë pasi i ka vdek vllau, janë bërë pa ndodhur rasti, për shembull thot një online në Prishtinë. Por dikush tjetër thot më interesante, po Gjesti ka qenë edhe i ati. Xheneta nuk e meriton. Më pas kemi Xheneta është yll. Do me thënë, shumë besojnë që mund t'jetë Gjesti protagonist në këtë këngën. Jam shumë i bindur për këtë pjesën, duke njohur dhe si shkojnë gjërat e showbizit. Gjesti ka një kontratë dhe sa për informacion, Gjesti nuk është figurant. Xheneta në këngën është figurante, që në pjesën kur e këndon haram, haram, krejt haram, që sinkronizimi i Ilirianës në këtë rast është në buzët e Xhenetës, nënkupton që Xheneta i këndon dashurisë dhe nuk do të thotë që Xheneta ka patur një storje në Big Brother dhe gjërat lidhen me storjen e saj. Por, duke patur sukses të jashtëzakonshëm në këngën e parë Pishman që ka shkuar mbi 17 milion klikime, dhe sot ka shkuar dhe kënga e Gjestit mbi 17 milion vesho e ndrequ, Xheneta vazhdon të jetë pjesë e klipeve të dy artistëve, sepse kanë gjetur formën e marketingut të tyre dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Do me thënë, të dy artistët, si të gjithë artistët e tjerë, kanë mënyrën se si din ta shesin produktin e tyre. Dhe sot janë të fituar ato artistë të cilët din ta shesin produktin. Nëse ti e bën një produkt, investon në atë produktin, investon me klip, investon me këngë, harxhon lekë dhe në fund nuk din ta shesësh, kote punon këtë punë. Ndërsa Adri dhe Iliriana
kanë treguar që në shtëpinë e Big Brotherit se nuk janë personazhe që keq përdorin dhimbjen e tjetrit. Unë mbaj mend sado që kishin probleme banorët, sado që kishin momente emocionale, domethënë ishte Adri dhe Iliriana, sidomos Iliriana që u qëndronte pranë, domethënë kishte një lloj shpirti shumë paqësor. Por në këtë rast Xheneta mendoj që është e udhës për të gjithë fansat që të ketë një lloj reagimi, nëse ka respekt për gjestin, sepse është e bukur kur ka një lloj sqarimi, është e bukur kur ka një lloj të treguarit të gjës në këtë mes dhe të thuhet që vërtet është keq kuptuar sepse që në hënd duket se personazhi në fjalë nuk është gjesti, por kemi të bëjmë me një figurant i cili ka qenë pjesë e videoklipit të Xhenetës edhe të Adrit edhe të Ilirianës. Do me thënë, Xheneta nuk është se ka folur, publiku vazhdon të amencon, ka nga ato që e besojnë që është gjesti etj, por duhet ta kuptoni, një artist me famën që ka gjesti, një artist me shikueshmërinë që ka gjesti, ç'a interesi do kishte të luante rolin e një figuranti 2 sekonda? Me thënë nuk shkon asnjë lloj në asnjë lloj mendimi nuk shkon sepse këto nuk mund të thyen kontratat e tyre, domethënë janë kontrata me bazë shumë të fortë që nuk thyet në asnjë mënyrë. Dhe pikërisht unë këtë gjë dëshiroja t'ju a shpjegoj, dëshiroja t'ju a them, që dhe ju të keni një pasqyrë të qartë për lëvizjet, për gjestin dhe për gjithçka tjetër, dhe më pas domethënë të kuptojmë se çfarë në të vërtet ndodhet. Por që në këtë pikë, pasi që Xheneta është bërë pjesë më e kësaj lëvizjes, është bërë pjesë e këtij thashë themit, unë mendoj që duhet reagon, mendoj që duhet flet, mendoj që duhet jetë transparente te publiku, që edhe publiku nesër domethënë ta vlerëson në formën siç duhet gjën, sepse duke mos qenë transparent, duke mos i vlerësuar gjërat se si janë, atëherë domethënë krijohen keqkuptime, nga keqkuptime rrjedhin inatet dhe shpërbohet kjo domethënë kënaqësia në pakënaqësi. Dhe pakënaqësia sjellën mendime të ndryshme. Por që kënga Haram nuk është një këngë e kushtuar për Xhenetën, kështu u komentua dhe kënga Pishman nga Adri dhe Iliriana që ishte për Xhenetën, jo, ato janë artistë dhe artisti gjithmonë i këndon dashurisë dhe për t'i kënduar dashurisë duhet bazohesh në një pikë, duhet bazohesh në një storje që mund të jetë edhe një storje e jotja personale që ti atë shndron në këngë. Do të thonë që ta shpjegojmë në mënyrë pak më të detajuar. Por gjithsesi, unë dua të marr mendimin tuaj, dua të kuptoj se si ju e shikoni sot dhe mua më vjen shumë keq që ekzistojnë njerëz të cilët akoma e besojnë që pas asaj perdes, pas asaj klipit fshihet një personazh me peshë kaq të madhe siç është Gjesti. Dhe kjo është jo normale, por unë përsëri dua të marr mendimin tuaj. Si e shikoni ju këtë gjë? Shikoni provokime, shikoni të menduar apo thjesht është një rastësi që gjërat kanë ndodhur ashtu?